Fëmijë të përdorur si kavje. Bota nuk është ashtu siç na I tregojnë. Dëgjojeni me kujdes, o njerëz, dëgjojeni. Përpara se të filloj këtë ligjërat, doja t'ju thosha që pikërisht sot lexova që në Deep Web ka disa linqe ose disa portale në Deep Web ku shesin fëmijë. Ndoshta ky është një shaka, ndoshta është një çmenduri e dikujt. Ndoshta janë vetëm si mund të quhen, për të provokuar, pra linqe për të provokuar, pak rëndësi ka. Si mund të vendosësh një gjë të tillë pra në Deep Web? Dhe ajo që është më e çuditshmja, ka mijëra klikime të tjera, mijëra, miliona klikime. Dhe pyetja është, kush janë? Nëse është e vërtet, kush janë këta që shesin? Dhe ku I marrin këta fëmijë? Është një argument vërtet I rëndë dhe ja vlen për ta diskutuar, sepse është një nga këto argumentet ku drithërohesh kur bisedon për këto. Do t'ju tregoj një fakt që ka ndodhur para ca kohësh, që të kuptojmë se në çfarë bote jetojmë, që bota nuk është ashtu si shfaqet. Sipas një deklarate të një gazete zviceriane, duke filluar që nga viti 1964 deri në vitin 1978, janë marrë mbi 2000 fëmijë në Zvicër për eksperimente. Dhe këtë e thot Beobacker. Pra, kjo gazeta apo revista apo nuk e kuptova, një shoqat që ka bërë kërkime, hetime për këtë çështje, është zbuluar tani para pak kohësh. Pra në Zvicër, që Zvicra mbahet si një nga vendet më perfekte dhe më të rëndësishme, po themi jo vetëm në Evropë, por dhe në botë, kanë bërë, të paktën kështu pretendohet nga kjo gazet, kanë bërë mbi 2000 fëmijë eksperimente. Dhe disa prej këtyre fëmijëve I kanë denoncuar sot, jo atëherë. Pra, kartela të zhdukura, teste të kryera pa asnjë përse, dhe kjo dihet se përse. I dim shumë mirë. Pra, të gjitha shtëpitë farmaceutike, kompanitë farmaceutike, nëse nuk I provojnë në njerëz shumë gjëra, nuk mundet që t'i përdorin disa ilaçe. Dhe çfarë duhet bëjnë? Duhet bëjnë këtë. Kjo është një teoria ime, por po ja u them, sepse nuk ka zgjidhje tjetër. Nëse një gazet kaq e madhe, pra Beobacker, denonson një fakt të tillë pas shumë vitesh, sepse bëhet fjalë në vitet 70, si thash, nga 64 deri në 78, merreni me mend tani. 30 edhe 50 vite që kanë shkuar dhe sot zbulohet pas 50 viteve që Zvicra, një vend kaq I rëndësishëm dhe kaq korrekt, të mund të bëjë një gjë të tillë. Si është e mundur që të kenë bërë një gjë të tillë? Unë prap nuk dua ta besoj. Por këto janë, nuk I them unë vetëm po ja u përcjell. Kujtova se ishte një shaka, kujtova se ishte diçka që flisnin lart e poshtë një teori konspirative, por jo. Nuk është kështu. Dhe ajo që më dhëmbi akoma më shumë është fakti që zbulova tani. Pra që ka disa linqe të zbuluara ose faqe në Deep Web që shesin fëmijë. Thash, e përsëris edhe një herë, unë shpresoj që këto të jenë shaka, por ka një problem madhor, që shumë pak e thonë. Dhe kemi thënë këtu, disa herë, dhe po ja u them tani. Shkoni pak dhe kërkoni. Kërkoni se sa fëmijë humbasin çdo vit. Është një shifër marramendse. Një shifër që drithërohesh kur e dëgjon, sepse humbasin mbi 8 milion fëmijë në vit. Ja u përsëris, 8 milion fëmijë në vit dhe 2 milion prej tyre nuk gjenden më. Është një numër I tmerrshëm. Normal që pjesë prej tyre janë të vendeve të varfra, në fakt edhe ata që kishin marrë në ato kohë, pra në Zvicër, duke filluar nga viti 64 deri në 78, ishin fëmijë që vinin nga Korea e Veriut dhe nga India, pra nga familje, le të themi, disa prej tyre ishin jetim. Kush do t'i kërkonte? Kush ka qarë për ata fëmijë? Kujt I pëlqiti për ata fëmijë ose sa nga ata mbijetuan? Sepse këtu është pika. Tani disa prej jush do thonë, po mirë, ndryshe nuk bëhet zhvillimi, sepse kam parë një intervistë që hoqën atë, zhdukën atë intervistë të një profesor doktori që tha bëri një deklarat të fortë. E kam kërkuar gjatë, ndoshta e gjeni dhe ju, por unë e kërkova, nuk e kam gjetur deri tani, sepse nuk di, varet se si kanë titulluar, sepse disa tituj tani I heqin.
dhe në bazë të titullit ta heqin videon. Por ishte një profesor doktor që u acarrua live në një emision dhe tha, ju jeni të çmendur, tha, jo ne, tha, sepse ne, tha, ju kemi shpëtuar jetën, mos të kishte sakrificat atyre, tha, të atyre kavjeve që përdoreshin dikur, nuk do të kishte zhvillim dhe nuk do të bënim ilaçet, dakord për ilaçe. Por gjysma ilaçeve, mos themi dhe pjesa dërmuese e ilaçeve janë me pasoja. Dhe gjysma e këtyre ilaçeve i bëjnë vetëm thjesht si ajo teknika placebo, që nuk të bëjnë asgjë. Thjesht t'i japin ty që ti t'i pagosh. Sepse kompanitë farmaceutike është biznesi më i madh pas politikës. Nuk ka gjë tjetër përveç politikës dhe pastaj është ushqimi, është turpi i madh. Sepse është e vërtet që ti bën zhvillimin e njeriut, por ti po bën dhe teste me njerëz. Dhe i përdor ata njerëz dhe në fund fare përdor dhe gjithë njerëzimin që të blejnë ilaçet e tua që në fundit më shumë bëjnë dëm disa prej tyre dhe se sa të bëjnë mirë. Madje është zbuluar kohët e fundit që t'ja u them që nëse merr disa ilaçe, është e pamundur pastaj ti eliminosh. Nuk mundesh më, sepse kanë bërë disa teknika të rëndësishme nëpërmjet laboratoreve që nëse ti la ato ilaçe të shfaqen sëmundje të rënda. Madje edhe ajo sëmundje nga ku ti po kurohesh, po ja u them që ta dini. Nuk është se e kam shpikur unë këtë informacion, i gjeni këto informacione. Janë informacione që i gjeni, edhe sikur ti them unë me data, me emra, me tituj, është e kot. Është e kot sepse i gjeni gjithandej. Dhe nuk është ky fakti. Nuk është se unë jam kundra ilaçeve, nuk jam unë kundër zhvillimit apo teknologjisë. Mirë po, çdo gjë duhet bërë me transparencë, me dashuri dhe respekt për njërin dhe tjetrin, sepse sot ti ma hodhe mua, nesër ndoshta të takon ty. Në një formë apo në një tjetër, sepse ti ma hodhe me ilaçin, unë nesër mund ta hedh me diçka tjetër. Pra, ky është një nga problemet më të rëndësishme, sepse është e vërtet kur thot dhe një shoku im, ti thot se është një shok italian, thot ti për ato që flet ti thot janë të vërteta, por thot nuk do shkulësh kur, thot, barin e keq, me fjalë ligësin, thot, nga ky planet, sepse vetë njerëzit janë të tillë, dhe ai ka të drejtë. Të gjithë janë kështu, nga më i vogli tek i madhi. Mirë po, e kemi bërë ne këtë, sepse është mbijetesa e njeriut, duke mësuar njeriun e kemi në ADN-ne, duke mësuar njeriun dhe e kemi në ADN, ne shtypim njëri tjetrin, dhe nuk na përcet fare për një tjetër. Nëse ndodh një gjë e vogël në këtë planet, një gjë, mjaft një gjë e vogël, njeriu ha njeriun, sepse kështu është mësuar, kështu e ka në tru. Kurse kafsha jo. Kafsha, nëse është një mbret për shembull, ai ha vetëm një, do haj atë që ka ty afër, jo për sport, të vras miliona njerëz, siç ka ndodhur shpesh. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni për këtë argument? Do të dëshiroj një komentin tuaj. Ditë të mbar.